telefonatën, ecim me një tjetër bisedë. Dhe përshëndes zotrinë dhe jam mënyra me mirë, jo më kotë them për lehtemi kë biseda me zë dhe me figurë. Zotria Rash me ka mësuar, pozicionon mirë telefonin edhe zhvillojmë një bisedë shumë të këndshme edhe në këtë lloj forme. Mirëmëngjes, përshëndetje, ecim me një tjetër opinion. Urdhëroni mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit. Uleni pak zërin e televizorit. Po ju dëgjoj, po ua bëj me dorë me të dyja duart, po uleni zërin e televizorit se ndryshe nuk do të kuptohemi, nuk do të merremi vesh. Okej, mirëmëngjes, marrim një tjetër opinion ndjes zotris, por mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes, ju përshëndes Andi. Ju përshëndes edhe unë. Kënaqësi që bëni pjesë e programit, që nga dita e zonjave sot, e shtunë, kemi pak më shumë kohë. Në emisionin tënd, neve pim dhe çajin këtu dhe na kënaq. Faleminderit, e vlerësoj. Më thuaj, ju dëgjoj. Sa i përket temës, të gjithë kështu, të gjithë kushdo që ka në një detyrë, kështu do dali këtu në Shqipëri, se është marrë. Ti nga të parë, darda në darë do të bjeri, kemi folur dhe për familjarët me i fjalë, edhe kështu do vazhdojnë. Duhet mërzitur neve, sidomos në pleqë tani, themi të gëzojmë një për embesa dhe me kaq ngeli të kënaqur. Kemi qenë dhe më keq, jemi shumë mirë tani. Shumë mirë jeni, po dakord. Po se më thatë me pensionet dhe tjerë. Nuk besoj që ti je fort e kënaqur me pensionet dhe me këto. Sado që ta kesh. Jo, pensionet po thonë ata që do t'i ngrinë dhe pensionet. Më mirë do t'i ngrinë se sa do t'i ngrinë. Se po i ngrinë betën aty në vënd, më mirë t'i ngrinë. T'i ngrinë, na falë. E kuptoj. Kemi po flasim për herë të parë, prandaj. Ja, pa problem me shaka e tash. Po si më thatë, pinja të çajin e mëngjesi duke ndjekur programin, ë? Ndjekur juve dhe na kënaqëm. Faleminderit. Besoj kështu në një çaj malja, diçka tillë, kështu që ja bëni ju smetin vetes. Çaj bimori pim gjithmonë se e kuptoj. Mirë, të falenderoj, nëse nuk keni diçka tjetër, të falenderoj dhe më vjen mirë që bëhet pjesë e programit. Dhe ne ju përshëndesim dhe na kënaqni. Faleminderit, e mirëpritur, ju përshëndes dhe e vlerësoj. Ecim me një tjetër opinion, mirëmëngjesi, pos pak minutash për ata që e shtunë, fakt ndoshta pak ftohtë, mëngjesi është megjithëse ne na duhet zgjohemi edhe herët për të ardhur në punë, pak ftohtë mëngjesi është i vështirë, jo të gjithë janë zgjuar që në orën 7 dhe jo të gjithë janë njohur edhe me pasqyrën e shtypit, kështu që pak më vonë, në pak minuta do të bëjmë dije edhe një herë disa nga zhvillimet kryesore në shtypin e ditës. Mirëmëngjesi, përshëndetje, por deri në orën 9 jemi në programin Shtypi i ditës dhe ju, kështu që kemi kohë për të biseduar. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Të kompensojmë pak një farë mënyra do kritika që na bëni gjatë javës. Në përgjithësi mirë, ju si jeni? Alo. Ju përshëndes dhe ju dëgjoj. Ora sa be. Po. Ora ne shikojmë këtë report të vet. Po. Edhe ku diun, ne na ka marr malli shumë për atë Sali Berishën na vabam. Se nuk na e nxini për ditë aty juve. Ka marr malli për Berishën, nëse ne nuk e nxjerrim për ditë. Po tani... pse se nxjerrim për ditë, na ka marr malli për atë për idheut. Okej, ktheu serioz, se unë e di që këtë e ke kështu me batut. Se edhe ne e nxjerrim për ditë, kur del në konferencë. Jo, nuk e ka me batut, e ka me gjithmerë, se unë jam një demokrat i bijorëve të para, edhe jam nga Skrapari. Demokrat nga Skrapari, Po mirë tani, shiko. Po kur e ndjek reportin tim, ose dje për shembull në 12:30, zoti Berisha kishte një konferencë edhe e nxorëm. O Andi. Urdhë. Andi. Të dëgjoj. Ju dëgjoj, zotri. Shiko. Po. Me gjithmen, shiko, e keni berë këtë stacionin tuaj këtu, se unë jam një dëgjus i rregull me një fjalë, dhe u respektoj shumë, por një më dy vetëm Saliu, vetëm Lefter Maliqi,
Ore, po meri njes me trua buri dhe Po, a e shikon... i bet poplin që në tërbut në të E shikon që unë të thash si puna e saj darë dhe ka bishtin mbrapa që ma thua seriosisht këtë apo jo. Okej, të kuptova. Keni diçka tjetër? Ja, tjetër të paktën, ore, keni qenë një stacion shumë i nderuar buri dhe se po e prishni, mirë, dakor. Jepuni poplit ata që takonë buri dhe pse ashtu. Faleminderit, përshëndes. Të përshëndes për telefonatën çdo mëngjes. Domethënë, në një farë mënyrë në thonjë se zotëri e kishte pak me batut, po ta ankosh për Report Televizion që nisim çdo mëngjes me bisedë dhe me hapësirën që japim qytetarëve dhe vijojmë më pas, nuk besoj që është e drejtë, po edhe zotëria pak me batut e kishte dhe zoti Berisha, është lideri i opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, që është partia e dytë më e madhe në vendin tonë, kështu që absolutisht edhe ai do të ketë hapësirën apo dhe personazhe të tjerë. Mirëmëngjes, si urdhëroni? Mirëmëngjesi. Përshëndetje zonjë, si jeni me shëndet dhe mirë se vini në program. Mirë jemi dhe falenderit që na pranuat të flasëm se kemi një 4-5 vjetë që su kapin dot. Kënaqësi, absolutisht, jeni të mirë pritur të gjithë. Ju dëgjoj me vëmendje, më thuaj. Unë do flasë radhë parë për ty, je një gazetar i shkëlqyer. Që nga edhe dita, sot që nga dita e komplimentave për mua dhe kolegët edhe dita e zonjave. Më vjen mirë. Më mirë të mbetemi. S'kam folur, unë ndaj dua ta shpreh mendimin tim se s'kam folur asnjëherë. Faleminderit, e vlerësoj shumë, faleminderit. Ju dëgjoj. Sa për këto shqetësimet e këtyre qeveritarëve, është mirë që të mendoj dhe për neve, se ne bëm Shqipërinë, djallë, nuk e bën ata. Ne të rjetën kemi punuar, kur kem të ri punuar me punë vullnetare. Po? Tashi, gjatë jetës tonë pra punuar aq shumë sa miri 30 lekë në ditë. E ndrekim Shqipërinë. Na shti, na japën 150.000 lekë pension, sa për të tallur, ato s'dalën as për ilaçe, se ne jemi të smur, të dërmuar, të kputur. Na jeta e vështirë që kemi bërë. Këta hanë dhe të për vete, djallë, po të kujtojnë dhe për ne të vafri. E kuptoj. Besoj të ardhurën e keni nga pensioni, pensioni mujor? Po qa pensioni është atë ke kene nga pension në 150.000, qa pensioni është? Toj kështu, shqyr që na u bunë fëmija të mirë, ikën tutje, hapën punë në vënd të botës, se po të kishin qenë këtu, kush e di me se do ishin manë me prapsira. Unë kam 2 djemë, një e pata në Amerikë, një e pata në Amerikë, ju smuri jati edhe herdhi e la Amerikën. Pastaj iku është në Norvegji sot, po mua më mbajnë djemë, dhe djalin e mathe kam në Kanada, të 2 djemë i kam me kompani, edhe më mbajnë djemë, po shoh një takëm që gjuna nuk kanë do të bukën e gojës. Ju kuptoj. Prandaj ju lutemi ju gazetarët të bëni punën tuaj, po sa mundësi keni juve që të merren vesh me ata të mëdhenjët, të japën ai lek dhe këtyre pensionistëve se gjuna keqen në najote. Ju kuptoj. Mirë, nëse nuk keni diçka tjetër me telefonin e parë, unë ju falenderoj. Më u bë shumë qefi që bisedojmë së bashku. Unë të uroj shëndet, se vetëm shëndeti është kryesorja në jetë. Shumë vërtet. E falenderoj edhe unë zonjën, edhe unë ju uroj shëndet. Absolutisht, ne e kemi, dhe kjo është një do shprehje që me të vërtet është me shumë kuptim që shëndeti së pari, sepse 2-3 ditë je pak me grip në dimër, edhe të çakurdohet çdo gjë edhe në familje, jo më të kesh probleme me të nda shëndetësore. Kështu që rikthehemi në studio, vjojmë komunikimin së bashku për temën e ditës e jo vetëm, se të konë temës së ditës, bitën djeshme kushtetuesja ktheu apo riktheu në detyrë Belinda Balluku, pra pezullimin e saj nga GKK-ja në pjesën si vlerësoni këtë vendim, por dhe çështje tjera të aktualitetit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndes, të dëgjoj me kënaqësi, faleminderit që bëni pjesë e programit, me ç'po shoh dhe kuptoj, ndoshta për herë të parë, ose për herë të parë kështu me zë dhe me figurë, ndoshta vetëm na keni telefonuar. Ju flas nga Belgjika. Nga Belgjika, kënaqësi. Ju dëgjoj me vëmendje. Një gjë kishte një vrete kishte dashë çtunin e dilme na lënë emigrantave me fol pak. Kur të dëshironi?
Telefononi kur dëshironi, jeni të mirëpritur. Ju dëgjoj. Edhe për këtë, ju ndjek shumë. Faleminderit. Për këtë misionin jam i shokuar krejt. Pse, për çfarë? Për çfarë, se pas Edi Rama, domethënë ka dy standarde. Në një krah, pse nuk e çoi kushtetuese erën Velim. E çoi Velia i Ramën, që shkarkoi. Po i them shumë me batut. Nëse. Po. Për menimin tem është diktatori më i madh. Se unë rrinë në Belgjikë, unë e kam siguru jetën, kur më thotë më këthy një herë muaj, më këthy në Shqipëri, thotë. U bën thirrje emigrantëve, të kthehen të investojnë në tjerë. Veç drogë do milli vetë për shkohen malësit më, se nga malësia male. Po që të baj vetë malësit? Mund të bësh ja po të pyes unë, mund të bësh një bujtin, një investim me turizmi, me këto pakete maleve. Baj pa marrë të zënë, pa nuk e shef, si që bëhet kodë. Ashtë, unë me ta thënë drejt në zotit kam një arkitekt e kam në shok. A i thot, jeni populli ma një rand, keni të në pasurit natyrore, edhe të të e marrin për kur gjatë zero. Keni naftën, keni gaz, keni hekur, keni bakër, të tjera bakilja. Kemi ujë, se është një zotëri që aje me të drejt, thot, çdo herë që telefonon kemi ujë, edhe ne e blem dyqan. Kemi gjithë shka. Tu në Belgjikë nuk ka kur gjë, por jetën e kam siguru se kam 4 fëmijë, dhe gjithë i kam bë biznese, a i thot mu më këthyre. Se ke ndërmend fare, Jo, se kam ndërmend fare, se për ta gjom një shembull. Djali jem, kam një djali jem, për shembull i ka kushtet si i biri i Edi Ramës. Po çfarë të kthehem unë atje? Për që do një gjë ato krismat e Edi Ramës unë? Jo. Domethënë shiko ç'a bëhet. Po nëse ministra, po çojë nuk ka, çojë po ç'a të bën me çuat aty? Ç'a të bën? S'ka vill, po pse tutesh? Pse ke frikë? Që bëj një pyetje vetëm kanë vjellë bashkë. Zotëri, që bëj një pyetje. Ju nuk ktheni në Shqipëri për situatën dhe gjendjen që është Shqipëria, apo po e marrin deri te tikun Edi Rama. Këtu ishte pyetja. Po të vit dikush tjetër në pushtet, ju mund të riktheheni, ja? Edi Rama, Sali Berisha, e tha një kisha i thonë tina, Ilir Meta, kështu tha një zonjë. Unë e kam nërmen më këthyje se dalë pension 6 muaj me ne 6 muaj të po prap nuk do këthehem. Dhe që ti kun këta mafja, unë nuk vinë Shqipëri. Nuk vinë. Se kam siguru jetën. Shumë mirë. Unë jam i bindur që ke punuar, ke sakrifikuar që të sigurosh jetën në Belgjikë, ose nuk është kollaj. Ju edhe familja juaj. Kështu që është një investim i madh. Unë vetëm ju njeku. Vetëm televizori i ju jashtë ka met do televizorat për përmes anit, e kanë ble, komplet i kanë ble televizorat. Mafia, ku i shëh lajmet, unë e heko fill. U bën kështu, u bën kjo. Asë një gjë nuk ka bën Shqipëri. Okej. Mirë, nëse nuk ke diçka tjetër se... Faleminderit që më duaj. Faleminderit dhe jeni të mirëpritur në program. Çdo ditë javës, kur të dëshironi, edhe në fundjavë i mirëpritur të falenderoj. Edhe ju uroj çdo të mirë. Ju uroj shëndet e çdo të mirë. Ishim me zotërinë që u bë pjesë të programit nga Belgjika, telefonon nga Belgjika dhe më vjen mirë që shumë emigrant informohen me Report Televizion, ndjekin programin e mëngjesit. Janë të mirëpritur të bëjmë pjesë në çdo moment, absolutisht. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje. Unë jam plotësisht dakord. Mirëmëngjes, ndoshta e the, po nuk e dëgjova. Vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju kërkoj ndjes, po mirëmëngjes. Je dakord? Unë jam plotësisht dakord thash. Pse je dakord? Me vendimin e gjykatës kushtetuese. Pse? Pse jam dakord? Po. Është shumë e thjeshtë arsyeja. Atë e kupton çdo qytetar i këtij vendi. Ku trupa gjykuse, QKK-ja, ku trupa e Spakut, prokuroria speciale, po luajnë kungulleshkën
me rastin e fjalës. Faji i vetëm këtu i qendrës pakut dhe gjykatës GKK-s, as kushtetuesa as kryeministri. Pse? Ata shumë thjesht, duke patur prova të dorë, duke patur të gjitha faktet, të pamohueshme. Por vlla, kërkoj parlamentit mandatin, arrestohen në vend. S'ka rrugë tjetër. Hajdut të tillë, kaq ordiner. Për hajdut kaq të mëdhenj. Të cilët i sjellin fatkeqësia të Makomit. Ma kupton? Nuk ka nevojë të luash kungulleshkën. Jo do të marr pasaportën, jo do të le të dalësh jashtë, jo do të pezullosh nga zyra, çfarë pezullosh nga detyra. Me vendimin drastik pa për njerëz që ke fakte të gjitha. Jepja parlamentit, po s'deshi parlamenti për të hequr imunitetin, pastaj kuptohet. Pastaj del populli në rrugë, del shesh. E kupton? Po ata luajnë, janë interesat shumë të mëdha këtu, luajnë shumë interesa. Dua të tregoj një evolim të këtij marsorit që foli para, dëgjon? Një evolim të këtij marsorit nga Belgjika, me këta marsorë që stati nga shkolla. Të lutem, nuk do të merrem me njëri tjetrin. Malsor jemi të gjithë, ende nga jam, unë e tjerë, të lutem. Nuk do të merrem me njëri tjetrin. E lëm këtë gjë. Unë të pyes me këtë që ndodhi dhe me njëri, unë po ta thova një fakt shumë pozitiv. Mirë ma thuaj, nëse është pozitiv ma thuaj, sepse ai nuk përgjigjet. Po shumë pozitiv, mo ja krasoj se sa bukur foli, gjëra me fakte, me originale dhe krasoj këta dy tjerë që të marrin ty në telefon. S'kan lidhje fare në ata me ditët. Këtu e kisha mua bedim. Pse godet me spontan? Faleminderit. Faleminderit përshëndes për telefonatën. Tani, nuk dim ju zotrinjt, doni të bëni pa tjetër pjesë e programit. Nikola që gjithë njëni është non grata. Edhe më ka shkruar, më ka telefonuar pa fund sot, do të bëhet pjesë e programit, po është non grata. Ndërsa zotria tjetër nga Shkodra e përshëndes në përmjet e ekranit, po më shkruan dhe po komunikoj me të. Po ndoshta ka zgjedhur që të mos flas në program. Urdhëroni përshëndetje. Mirëmëngjesi, ju përshëndes. Mirëmëngjesi dhe unë ju përshëndes. Ju të gjë me vëmendje, ju uroj fundjavë të mbarë, më thuaj. Falenderit. Desha të bëj vetëm një pyetje. Patjetër. Qoftë nga Partia Demokratike, qoftë nga Partia Socialiste që janë në pushtet, kush është dënuar? Kush është dënuar nga drejtësia, nga gjykatat? Nga gjykata, nga drejtësia. Qoftë novelia e zori kushtetutja, eshto që të zonjë tjetër prapë, që në televizoret tuaja doli që kanë vjedhe, nuk kanë në gjë pa marë prapë, është në pushtet. Ka pasur edhe dënimet formës prerë, po ka edhe çështje që janë të hapura. Tani kaq mund të them se nuk po i futemi me detaje. Po ka pasur edhe nga ata që kanë marrë dënime me formës të prerë. Ata që kanë marrë dënime dënua heqje për atë të fierit, si ka ngellë në burgë se lëshojnë më, po është ta dizëm me radhë që nga Lulzim Basha, që nga që i thonë Velia, që nga Balluku, që nga Arbeni që është jashtë dhe nuk delë për televizor e bënë ato shumë të tjera. Kështu që ky vend, ne jam nga jashtë, nuk kemi besim të kthehemi, nuk besojmë. Ju telefonojnë nga Greqia, mos gaboj? Po, nga Greqia. Po do të kthehesh edhe nuk të mbushet mendja, nuk e besim në lidhje me këto që ndodhen. Kam shtëpin atje, kam njerëzin, kam familje, kam të gjitha. Po kur vim atje na shikojnë si diçka që i bëjmë ne të gjithat këqijat. Jo, nuk si i bëkan gjithat qiet, po themi emigrantë. Ja, po pse më thonë çaj që vinë. Ju jepni kontributor të rëndësishëm. Mos gjobini policia. Po pse të ka gjobitur për shembull? Për çfarë shkele? Dhe ka radari thotë 80 kilometra në orë. Edhe i them të lutem, tregoma radarin që unë jam 80 kilometra në orë dhe të paguaj gjobën. Jo, thot, nuk këtë drejta shikosh. Nuk kam të drejta shikoj unë atë që bëj gabimin. Ja për këto gjëra. E kuptoj. Të falenderoj. Falenderoj dhe juve. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën. Të semi tjetër opinion, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje, sepse po mbrim drejt fundit në fakt, por absolutisht shumë mi lëndër dik në që kemi bashkëbiseduar sot për një kohë edhe më gjatë, edhe me më shumë biseda, pra kryesisht edhe me zonja që kanë qenë të pranishme në program,
edhe me nga ta që jetojnë dhe punojnë jashtë. Mirë mëngjesin, po ngrija pak zërin dhe të dëgjojmë me kënaqësi. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Mirë mëngjes, Andi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Është kënaqësi disa dyshme ju i lëm ato lëvdatat e stimujt e këto. Do isha në parlament avokatin e poplit, do të firmosësh, dhe tu s'kam firmos, nuk e di, nuk e kam idenë. Po dje kërkuan falje dhe ndjes ata, e pranuan që kishin firmos, po ishte një moment kështu ashtu, të kërkuan ndjes. Sa falje, njëni e sërë kushtetusit, tjetë kërkuan falje, mos e luj këtë punë, se s'ke pse hinë ma te. Jo, më thash që ndodhi, pa. Berisha kërkuan falje, ka të barë dhe sërë kushtetusit. Dëmonë, kur s'merën vesh, nuk po i fi, burre grue, dëmonë me lëmë këtë punë, ato s'merën vesh në një me qetin e vaj halë një unë si i barë me në përgoj me ta. Andi, para disa kohë kam thonë që këtë korupcioni nuk e merë stadiumi, dëmonë një stadium shqiptar, po tim leti ishtë të korrupturit, nuk i merë stadiumi. Shqiptar që e rrugullon këtë punë nuk ka, jo s'paku, po e lëmë më te. Unë vesh po të som një shprejhet tjeshtë, vesh sa po, nuk këmë bëjë thirë shqiptarë, se bëjë pjesë atë kategori. Gjova Berishe për një me tikë pa parë, unë po të tishtë të më kështë gjuhë popli shqiptarë, mund do të amlisha gjithë popli në shenjë dhe të dajsha për gjisëm. Gjisëm do të ashësha ke partia demokratike, gjisëm ke partia socialiste. Dhe të ndi këto, më të figurojnë mo si politikanë. Më të figurojnë më të ishën për i faqë që shqiptërisë. Për mu personalisht, asë njëri së më kam bëzë, asë njëri si kam, nuk i hinja sa e punë, nuk ke merë këtë delë që i thamina zona ime. Po, këto të ndi, nuk ka shqiptarë, pave që sa folin në televizor, pave që sa folin në media, shqiptarë që i kupton këtë dit nuk kanë gjuhën e politikës. Nuk i kupton gjuhën. A e thot nuk e kom thonë firmë, ki thot e kom thonë. Hajde me revesh për të popli. Mirë. Faleminderit. Edhe ti si gazetar nuk e kupton. Jo më ja kuptojnë, prandaj këto do të thosha. Qo se ma mervesh, dhe ti si analisti. Jo më analist, nuk jam gazetar. Edhe ti nuk e mervesh këtë. Gazetar jam, jo analist. Jo, nuk e merë vesh çfarë thonë këtë ditë, nuk e kupton çfarë thonë, kjo është për... Po mirë, dakord. Nuk e merë vesh çfarë thonë këtë ditë. Faleminderit, të përshëndes për telefonatën, nuk kemi kohë, por po e mbyll pak, sepse përmendëm zotrin nga Shkodra që bëhet pjesë e programit, që bëhet pjesë edhe shpesher, po ndonjëherë nuk di se çka. Në ndjek edhe unë e falenderoj, unë kam shkruar me të, edhe thashë pëse s'na telefonon, dhe më thot, tamam komunisti, thot, unë i bje telefonit 100 herë, edhe ju nuk e hapni, thot, edhe në ekran thua që nuk telefonon. Kolegë në regji, më vjen mirë se ke një shkodran tëndi në regji, që thot i ka rënë, thot, edhe se numri jotë mbahet në mendje, por kemi qenë një telefonat tjetër që është e procedurave. Unë vetë kam këtë telefonin tim personal që po komunikojmë së bashku, madje edhe në program. Janë të gjithë të mirë pritur. Tani Nikola është non grata, ajo dihet, po tjetër gjë.